Përshëndetje, thot kam përdor lavandën, por nuk është se kam pas vjellë, si që thuhet në internet. Përshëndetje. Ka shkru pasaj gjatë, por thëmë drejtën nuk e kam pas qartë pyetjen sa duhet, por nuk ishte çështja më përgjigj për pyetjen, sa është çështja kujdes vëllezër, kujdes motra. Çka qet interneti, çka shifni, çka bën njerëzit montazhe, çka flasin, unë nuk po du më përgjigj për këta, se nuk e kam idenë çka është në pyetje. Por, po tham, mos e veni shëndetin e juaj në provë të internetit. Njëri që aty thot, unë e kam provu, ju kallzoj nga praktika që shiko mek 20 kg për 3 ditë. Ku i që 20 kg për 3 ditë? Për ti veç më që me bon salat barkin, me prej, lap cop, me prej, i hek 20 kg, po s'ka mundësi. Ose ai tjetri thot, unë e kam bë këto, unë edhe çau bën test njerëzit. Çka s'nin? Ti dush më kon në islam mirët dija si fetare, si shkencore, nga dy burime. Ajo fetare, nëse ki argumente me fe, ose nga studimi i mjekësisë dhe ka në një rezultat që është pranu, se është i dobishëm filan ilaçi ose filan rast, jo të në internet që kanë një Instagram edhe. Ti që të filan smuja për 3 ditë, për kaq për ata, keni kujdes. Thash kërkoj falje, nuk du të akuzoj këtë që ke përmend ti, nuk kam ide, s'kam dëgju, as po muj me perceptu se çka është, ndoshta dikush mund të më ndihmoj, por ajo që është të rëndësi, është jo që ka të nini në për internet me marrë. Keni kujdes. Mos e qitni në pazar shënetën e juaj. Mos e qitni në pazar fejnë e juaj. Kujdes.